Gilman Dodani, 47 vjeçar i cili mbeti viktima atentatit mafioz në Rinas, është person me precedent të theksuar kriminale. Ai njihet si krahu i djathtë i Emiliano Shullazit. Në skedaret e policisë, Gilman Dodani rezulton i arrestuar që në vitin 2006 për veprat penale të kanosjes kryer në bashkëpunim si dharmë mbajtje pa leje. Në atë kohë forcat e Renea bashkë me Gilman Dodanin ndaluan edhe mikun e tij Emiliano Shullazin. Dani ra në prangat e policisë edhe në nëntor të vitit 2011 bashkë me Emiliano Shullazin për shkak se policia gjatë një ndalimi u gjeti një pistolet. Autorsinë për këtë armë e mori përsipër Gilman Dodani. Ndërkohë ndaj Gilman Dodanit në të shkuaran janë bërë edhe 2 atentate, por që u ka shpëtuar. Bëhet fjalë për një atentat në vitin 2011 dhe një tentativë tjetër për ta vrarë në vitin 2015 në mbikalimin e Rinasit, por që u shpëtoi plumbave. Në një tjetër proces me drejtësinë, Gilman Dodani u dënua me 12 vite burg në nëntor të vitit 2018 si pjesë e grupit të Shullazit për akuzat e gjobvënies dhe krijimit të grupit të strukturuar kriminal. Ai vuajti pjesën më të madhe të dënimit në burgun e Rogozhinës, ndërsa ka qenë edhe në regjimin 41 bis. Dani rezulton të ketë lënë qelit e burgut më 6 tetor të vitit 2024, ndërsa prej asaj kohe lëvizte i lirë mes Shqipërisë dhe Spanjës.